Piloti italian Giorgio Riformato ka kërkuar para gjykatës së krimeve të rënda që të transferohet në burgjet italiane për të vuajtur dënimin e mbetur. Ka qenë kërkesa e 70 vjeçarit drejtuar Ministrisë së Drejtësisë për transferimin e tij për shkak se atje ka familjen dhe nga pamundësia e tyre ekonomike për ta vizituar atë në Shqipëri. Pas kësaj gjykata vendosi që procesverbalin e seancës dhe aktet t'i dorëzojë Ministrisë së Drejtësisë dhe kjo e fundit do ja dërgojë asaj italiane. Riformato pritet të ekstradohet drejt Italisë sapo të mbarojnë procedurat dhe shteti italian të vendosë se në cilin burg do të kryejë dënimin. Nëse të shohim që pjesa e mbetur e vuajtjes së dënimit në Shqipëri të vuhet në shtetin italian. Desidero spiare residuo della pena. Dëshiroj të vazhdoj ta kryej dënimin tim, pjesën e mbetur të dënimit tim në Itali. Pra jepni pushim. Quindi dalla sua conferma? Conferma. Adesso giocare a Scegliano, passi nelle fare, molto possibile espandere, per zona degli incessi di 7 codi di procedura penale, degli interpretati per nemici da 3 direttive nel formato giurisdizionale non prevede uguale in penale, nadanie pëlqimit dana detenuar Giorgio Riformato, pjesën e mbetur që pjesa e mbetur e një të italian, procesuale sa nësove po i shpreh për këtë kërkesë ja proces prokurisë për krimet të Giorgio Riformato ishte piloti i avionit i cili urrëzua në plazhin e Divjakës më 10 maj të 2014 që kishte një sasi të madhe droge që pritet të nisej drejt Italisë. Riformato u dënua nga gjykata e shkallës së parë për krime të rënda me 15 vite burg, duke mos qenë dakord me këtë vendim. Ai bëri rekurs në gjykatën e apelit dhe kjo e fundit e dënoi me 12 vjet heqje lirie me akuzën për trafikim ndërkombëtar droge kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë.